tha të gjithë si familje nxitonin për të bërë vepra të mira. Të janë të Kuranit, nxitonin, innahum yusari'un, ishin të angazhuar në nxitim kush e kush të bëjë vepër më të mirë. Ti mendon dot i shoqëri kështu? Sa ankohen njerëzit sot janë bërë gjithë intrigant, janë bërë njerëzit mashtrues, të mashtrojnë sa të kthesh shpinën, jenë në një ulje, ikën të fillojnë të shajnë. A themi kështu? Themi kështu sepse mungon kjo pra. Po imagjino një shoqëri yusari'un fil khairat, nxitojnë për të mira. Kur ti s'mund t'ikësh nga i vend ato të shajnë ty, se kjo është e keqe, ato duhen me bë mirë. Biles në një shoqëri të mirë me njerëz ndershëm, me muslimanë dhe muslimane të vërtet, besimtarë dhe besimtare të vërteta, ti të vështirësohet me bë mirë se njerëzit e tjerë janë të nxitur ta bëjnë para teje të mirë. Te nivele të larta shumë, unë i them vetëm kur afrohet muaji Ramazan se vjet turp me i majt të hutbe këto gjatë muajve të tjerë. Se ngjaj shumë idealist. Sot njerëzit nxitojnë ku t'ja hedhin njëri tjetrit. Sot njerëzit nxitojnë ku t'i bëjnë dëm njëri tjetrit. Sot njerëzit nxitojnë ku ta intrigojnë njëri tjetrin. Shumica apo një pjesë e madhe e njerëzve ne ankohemi, sepse nuk jemi edukuar me frymën e Kuranit. Innahum yusari'un fil khairat, nxitonin kush të bëjë më shumë vepra të mira. Pse e bënin këtë? Se ne jemi më të zgjuar sot se ata dhe nuk e bëjmë? Jo, sa ato kishin kuptuar që po deshe të afrohesh ke i madhi, Zot afrohesh nëpërmjet veprave të mira. Besimit dhe veprat e mira, s'ka rrugë tjetër, rrugët e tjera janë mashtrim.